الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Besimtari në jetën e kësaj bote nuk goditet me diçka më të rëndë se sa vrasësia dhe ashpërsia e zemrës së tij, ngurtësimi i zemrës së tij. Pra kur zemra e tij kaplohet nga shkujdesja e madhe, kur ai tregohet i shkujdesur dhe shpërfillës ndaj urdhrave të Allahut dhe ndalesave të tij. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala i ka qortuar ashpër besimtarët, për arsye se ata shumë pak po marrin mësim dhe këshill nga ajetet që u lexohen. Allahu thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të mërfillt të përulen para përmendjes së Allahut, këshillave të Allahut, ajeteve të Allahut që u lexohen. Wama nazala min al-haq, dhe para të vërtetës që ai ka zbritur. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum. Dhe të mos bëhen sikur ata që është dhënë libri më herët, pra krishterët dhe hebrejt, dhe pas një kohë të gjatë zemrat e tyre u ngurtësuan, wa kathirun minhum fasiqun, dhe shumë prej tyre janë mëkatarë gjunaqtar të mëdhenj. Pra Allahu subhanahu wa taala po qorton në këtë ajet dhe po pyet se a nuk ka ardhur koha që zemrat të përulen, që zemrat të friksohen. Këto ajete kanë zbritur për besimtarët. Hasan al-Basriu rahimahullah thoshte se në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po i qorton besimtarët edhe pse ata ishin krijesat më të dashura tek ai subhanahu wa taala. Pra kuptimi i këtyre ajeteve është që zemra e besimtarit para këshillave të Allahu subhanahu wa taala duhet zbutet, duhet përulet, dhe të mos bëhet sikur ata që kur i lexojnë këshillat e Allahut u ngurtësohet zemra dhe nuk përfitojnë prej tyre. Transmeton Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu të ketë thënë: "Ma kana bayna islamina wa bayna an aatabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin." Mes hyrjes tonë islam dhe qortimit që Allahu na e bëri përmes këtij ajeti nuk kishte më shumë se sa 4 vite. Vetëm 4 vite dhe po vjen ky qortim i ashpër nga Allahu subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Mas'udi, siç transmetohet prej tij, thot: "Lamma nazalat hadhihi al-aya", kur zbriti ky ajet, "aqbala ba'duna ala ba'd", filluam ta pyesnim njëri tjetrin: "Ay shay'in ahdathna, ay shay'in sana'na", çfarë kemi bër, çfarë mëkate kemi bër që Allahu subhanahu wa taala na qortoi me një qortim të tillë. Nga Abdulaziz ibn Abi Dawud rahimahullah, përcillet e kanë thënë se në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filluan të shfaqeshin talljet, hajgaret dhe e qeshura. Andaj zbriti ky ajet si qortim për ta. Ky ajet dhe ajetet e ngjashme me të janë argument se gafleti, shkujdesja nuk ka hapësirë, nuk ka vend jetën e besimtarit. Ky ajet po ashtu na tregon se është e qortueshme që besimtari të zhytet së tepërmi në jetën e kësaj bote, ta bëjë jetën e kësaj bote preokupimin e tij kryesor. Dhe pastaj si rezultat i kësaj ti ngursohet dhe ti vrasësohet zemra e tij, deri në atë pikë dhe në atë mas që më nuk i bëjnë dobi këshillat e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse i lexon ato, edhe pse i dëgjon ajetet e Allahut. E gjithë kjo vjen si pasojë e shkujdesjes, vjen si pasojë e zhytjes së tepërt në jetën e kësaj bote. Vjen si pasojë e smundjes së zemrës, e cila bën që pastaj zemra e njerit të jetë e ngurtë dhe të jetë e vrazhd. Bën që në zemrën e tij të mos depërtoj drita dhe këshillat e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun subhanahu wa taala të zbuz zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala na mundsoj që ne të përfitojmë nga ajetet dhe këshillat që i lexojmë Kur'an. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.